Ndër zhvillimet kryesore ju ftoj të ndihni në një vëzhgim të tregeve të kryeqytetit vihen në re çmimet e larta të fruta perimeve, ndërsa konsumatorët shprehen se shumë produkte janë të papërballueshme. Sipas entit rregullator të energjisë, niveli I humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për 2025 u regjistrua në 16.96%, apo gati 1% më pak se viti paraardhës. Qeveria ka identifikuar një sër projektesh prioritare në sektorin e transportit e kurudor për periudhën 2027-2029. Prona në 50.000 euro janë ende të disponueshme në zonat bregdetare të Shqipërisë si Durrës, Vlorë, Shkodër dhe qytete më të vogla. Mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion. Përpara se t'ju njohim me zhvillimet ekonomike të ditës, rikthehemi dhe një herë tjetër tek takimi I kryeministrit Edi Rama me kryebashkiakët. Kjo gjë është organizuar mirë për qytetarët. Dhe për këtë arsye qytetarët detyrohen pastaj që ndërkohë që shërbimin e Albanes e kanë falas, të shkojnë dhe të paguajnë dikë që të shkojë t'ju bëj t'ju ndihmojë që të aksesojnë I Albanin. Një tjetër element I rëndësishëm I gjithë punës kësaj periudhe është paketa e maleve. Më vjen mirë që ka pasur një progres. Disa bashki, jo vetëm që kanë bërë progres me procedurat, por tani më kanë plotësuar edhe atë objektivin bazë të 10 projekteve për t'u nënshkruar edhe për të kaluar në procesin e marrjes lejes. Kjo është diçka pozitive, vetëm në njërën nga bashkitë, se s'po përmend emra, janë 5 milion euro të llogaritura nga 10 investimet e para në paketë e maleve nga persona që janë në emigracion. Dhe që e kanë marrë këtë mesazh, siç e kanë marrë shumë të tjerë, sepse besoj ju e keni ndjekur që interesi është I madh. Pjesa që ka të bëj me muzet. Ministria e Kulturës dhe Turizmit ka nisur një proces shumë të bukur për të muzealizuar godinat historike. Qa do të thotë kjo? Do të thotë që në çdo bashki, shumicën ndërmuese të paktën, se mbase nuk është rasti për qytetet që janë krijuar rishtas, por dhe aty mund gjenden struktura interesante për këtë. Por në çdo bashki që ka në zemër të vet një qytet të vjetër apo fshatra të vjetër që vinë nga më larg, ka shtëpi me vlera të rëndësishme për trashëgimin kulturore, të cilat janë të pabanuara ose janë në rënime sipër. Dhe ajo që po bëjmë me Ministrinë e Kulturës është marrja e tyre nga shteti përmes një procesi ligjor shpronësimi dhe muzealizimi të tyre. Në Tiranë kemi një sër të tillash që kanë hyrë në këtë proces. Kemi disa edhe jashtë Tiranës, kam parë listën e ministrisë. Angazhohuni, shikojini, përcaktojini si kandidatura për të hyrë në këtë proces. Ndajini me Ministrinë e Kulturës dhe me Institutin e Monumentet të Kulturës për të klasifikuar vlerat e tyre dhe planifikoni se për çfarë mund të muzealizohen. Kemi shumë gjëra që mund të ekspozojmë, jemi një vend që ka në zemrën e aktivitetit vet turizmin. Jemi një vend që kemi fatin që nuk e kemi turizmin të përqendruar vetëm në një det apo në një mal, po e kemi në të gjithë territorin, e keni parë vetë. Çdo cep I Shqipërisë
ka turistë, sepse në çdo cep Shqipërisë ka gjëra interesante, por duhet të rrisim atraksionet dhe ashtu siç duhet ta muzealizojmë trashëgimin ton, sepse duhet ta ruajmë dhe ta promovojmë, për shembull, ashtu dhe mund të ekspozojmë të tjera gjëra. Mund të kemi muzeume të vogla për produktet. Kur vinë turistët në Shqipëri, ose vizitorët, ose miqt, një nga pyetjet që bëjnë të gjithë është cila është pija karakteristike shqiptare. Dhe ne themi rakia. Po ne nuk e kemi një muze të rakisë. Ne nuk e kemi një muze të verës shqiptare. Ne nuk e kemi një muze të vajit shqiptar të ullirit që ka lloj-lloj variantesh. Edhe rakit janë me lloj-lloj variantesh, edhe vera është me lloj-lloj variantesh, dhe i solla këto si shembuj për të thënë që mund shkohet në çdo drejtim që është me interes, identifikoni shtëpitë që kanë potencialin të bëhen muze, që duhen shpëtuar nga rënimi, që plotësojnë kriteret për të klasifikuar si vlerë në rrezik e trashëgimisë kulturore, sepse janë të pabanuara, dhe në ndërkohë me njerëz të ditur në qytetet tuaja, por edhe me ndihmën e ministrit, po edhe me ndihmën e Ministrisë së Kulturës, po edhe në komunikim me njëri tjetrin, ndërtoni një plan muzealizimi të shtëpive të vjetra. Një tjetër element që kemi këtu është edhe ngritja e nivelit të emergjencave civile në rrafshin vendor. Kështu që në këtë aspekt ministri i pushtetit vendor bashku me ministrin e mbrojtjes kanë marrë detyrën që të punojnë dhe të bashkëpunojnë me ju për ta fuqizuar kapacitetin vendor në raport me emergjencat civile. Jemi duke punuar edhe për të ripar sistemin e mbledhjes së mbeturinave, gjë që e kemi bërë me dije për sa i përket aspektit të përpunimit të mbetjeve, por në këtë rast flas për mbeturinat që përgjithsisht janë një problem sidomos në sezonin turistik në hapësirat e bashkive që nuk janë zona urbane. Dhe për këtë aspekt është e domosdoshme që të ngrihet një task force mes qeverisë dhe pushtetit vendor, që për cilën është ngarkuar Ministri i Mjedisit bashku me Ministrin e Pushtetit Vendor për të ndërtuar një plan afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë, nga sensibilizimi masiv deri tek hapat që duhen ndërmarrë, duke pas parasysh edhe një sër shëmbush pozitiv që kemi. Ministri foli për shkollat edhe për vënien dispozicion të Agjencisë Planifikimit për sa i përket mbështetjes bashkive me projekte nga arkitektët e huaj që punojnë në Shqipëri. Ata janë shumë gatshëm, flasim këtu për projekte pro bono, pra pa pagesë. Në ndërkohë që ne po bëjmë gati një ndryshim të rëndësishëm ligjor për sa i përket planifikimit dhe zhvillimit territorit, që fillon nga agjencia, pra sot kemi 3 agjenci, kemi 3 struktura, kemi planifikimin, kemi zhvillimin e territorit, kemi edhe strehimin veç, do të bashkohen bashkë,
sepse do duhet i vëmë një theks veçantë strehimit jo thjesht social, po edhe të përballueshëm. Janë në pamundësi për të marrë një shtëpi. Dhe për këtë do të organizojmë, po punojmë për disa programe të veçanta siç jemi zotuar në fushatën e zgjedhjeve të vitit shkuar. Por ajo që është e rëndësishme për këtë bisedë është që do të rajonalizojmë shërbimin e urbanistikës për ju. Me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe me Ministrinë e Mbrojtjes, kemi bërë një diskutim të gjerë të gjatë lidhur me krijimin e një ure bashkëpunimi për rezistencën e infrastrukturës kritike, dhe këtu në rastin konkret kam parasysh edhe infrastrukturën mbrojtëse, kanalet, argjinaturat, hidrovoret, të cilat janë themelore për të mbrojtur tokat, për të mbrojtur shtëpitë nga përmbytjet, si edhe patjetër për të siguruar në mënyrë të vazhdueshme mirë funksionimin e gjithë këtij sistemi. Dhe këtu kemi nevojë për ju në një aspekt. Na duhet dhe do duhet që t'ja përcjelli Ministri i Pushtetit Vendor analizën tuaj për pikat e dobta të sistemit të mbrojtjes. Edhe një herë, ne kemi të dhënat e Ministrisë Bujqësisë. Dhe kemi të dhënat e krizave që kanë kaluar më parë dhe të nevojave të bëra me dije më parë, i kemi gjitha këto. Por, gjithsesi, duke pasur nga ju në një format shumë të thjesht pikat e dobtas dhe me prioritete, kjo na ndihmon që të planizojmë më mirë financimin dhe investimet për ndërhyrje, të cilat do të rriten në mënyrë shumë të ndjeshme si rezultat i këtij formatimi që u thash më parë. Pra, duke futur në punë edhe Ministrinë e Mbrojtjes, qoftë në aspektin e financimit, qoftë në aspektin e forcave. Kemi diskutuar dhe kemi bërë një plan për të rritur kapacitetet e brendshme që shumë gjëra nga këto që janë të nevojshme të bëhen drejt për drejt nga forcat gjenjere të Republikës Shqipërisë. Duhet ju informoj që kemi rënë dakord, jo më larg se sot kemi finalizuar një diskutim me Bankën e Shqipërisë, me bankat e nivelit dytë për të rilançuar programin e garancisë sovrane dhe të së linjës kredisë së Bankës së Shqipërisë, duke kaluar në një nivel tjetër në aspektin e gamës së ndërmarrjeve, pra linja e parë e kredisë ishte fokusuar kryesisht tek fshati, tek bujqësia dhe agroturizmi, agropërpunimi. Tani do t'jetë për të gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që duan të rriten. Pra ai programi dyfishon ndërmarrjen tënde, do të hyj shpejt në fush me një paket incentivash për sa i përket agropërpunimit, agrobiznesit, ku njerëzit mund bëjnë shumë, por ka nevojë për mbështetje qoftë në aspektin e hartimit të projektit, aplikimin, por edhe pastaj partneritetit me bashkinë. Nga ana tjetër, ndërmarrjet e tjera besoj që kanë më shumë kapacitet vetë për të kërkuar më shumë. Unë kam takuar vazhdimisht ndërmarrjet vogla që janë nëpër qytetet tuaja. Një pjesë tyre i kam njohur edhe nëpërmjet podcastit,
edhe realisht kanë potencial që të zhvillohen, kanë nevojë për financim, ne do t'ja vëmë dispozicion financimin, dhe kur doherë dhe si do qoftë që bashkia mund të angazhohet, është mirë që të angazhohet. Foli Ervini për parkimet, duhet kemi marrë vendimin të bëjmë një program kombëtar për zhvillimin e logjistikës së parkimeve. Problematika e madhe që kanë komunitetet me sidomos qytetet e mëdha, me bloqet e banimit që në mes bllokut është bërë një parkim tip xhungle, se X apo Y thot unë kam pronën këtu, bëhet një marrëveshje, ndërtohet një parkim për së mbari aty dhe fitojnë të gjithë, fiton dhe komuniteti aty, sepse bëhet një parkim që kthehet edhe në Lulishte sipër, kthehet edhe në vend qëndrim sipër, dhe të gjitha këto parkime duhet të jenë parkime me arkitekturë, që të jenë edhe nga pikpamja arkitektonike një vlerë shtuar për qytetin, kur bëhet fjalë për parkime që dalin mbi nivelin mbi sipërfaqe. Pra jo thjesht 1 kate, 2 kate apo 3 nën tokë, por edhe 1, 2, 3 sipër. Këto janë kryesisht gjërat që doja të ndaja me ju, duke shtuar domosdoshmërinë për të forcuar strukturën e arsimit profesional. Do i lutesha shumë të gjithëve që të jeni aktiv në këtë aspekt dhe për sa i përket konvikteve për arsimin profesional, ne kemi bërë një program të veçantë, kemi filluar disa ndërhyrje. Nëse ne ndërtojmë, siç kemi filluar, konvikte cilësore, pra duhen identifikuar prejush nevojat për shkolla të tjera profesionale dhe nga ana tjetër edhe nevojat për konvikte të shkollave profesionale. Këto punë që folëm dhe punë të tjera t'i bëjmë dhe t'i bëjmë gjitha. T'i bëjmë sa më mirë. Okej, shumë faleminderit. Mirë, ndoqëm takimin e kryeministrit Edi Rama me kryetarët e bashkive, ndërkohë do t'i rikthehemi zhvillimeve të këtij edicioni informativ. Qeveria shqiptare sot ka ndërmarrë aktin normativ për të ulur akcizën si rrjedhoi e rritjes së çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, sidomos në 48 orët e fundit. Sipas ministrit të Financave Petrit Malej, parashikohet ulja e akcizës me 20% në rast se çmimi i shitjes me pakici përcaktuar nga bordi do të jetë mbi 220 lekë. Ashtu si kryeministri Rama ka premtuar që në krye të herës për të marrë masa konkrete dhe të prekshme për të amortizuar efektet e prodhuara si rezultat i konfliktit në Iran, qeveria shqiptare sot ka ndërmarrë akti normativ për të ulur akcizën si rezultat i rritjes së çmimeve të naftës në bursat ndërkombëtare, sidomos në 48 orët e fundit. Ky akt normativ parashikon uljen e akcizës me 20% nëse çmimi i shitjes me pakicë i përcaktuar nga bordi i transparencës do të jetë mbi 220 lekë për litër për naftën dhe mbi 200 lekë për litër për benzinën. Ky akt normativ do të jetë në fuqi deri në stabilizimin e plot të situatës së krijuar ndërkombëtarisht. Ne jemi të angazhuar për t'ju përgjigjur me përgjegjshmëri çdo sfide, duke mbrojtur qytetarët shqiptar nga efektet financiare të prodhuara si rezultat i konfliktit me Iranin, por edhe të mbrojmë buxhetin e shtetit dhe ekonominë e vendit tonë, sidomos në këtë moment kritik që po përballet bota. Qytetarët po përballen me një valë çmimesh të rritura në produktet e përditshme. Në një vëzhgim në tregjet e kryeqytetit vjen re çmimet e larta të fruta perimeve, ndërsa konsumatorët shprehen se shumë produkte janë të papërballueshme. Rritja e çmimeve të fruta perimeve po ndjehet gjithnjë më shumë në buxhetet familjare, teksa produktet bazë po kushtojnë më shtrenjtë nga java në javë,
Televizioni Skan ka kryer një vëzhgim në tregjet e kryeqytetit, ku vihen re çmimet e larta të produkteve që konsumohen thuajse çdo ditë nga qytetarët. 1 kilogram domate në tregjet e kryeqytetit varion nga 250 deri në 400 lek për kilogram, ndërkaq ajo që bie në sy është çmimi i lartë i specave, të cilët janë nga 350 deri në 500 lek për kilogram. Çmimet e larta janë edhe tek produktet si patollxhanët, të cilët i kalojnë 350 lek për kilogram, por edhe brokoli, lule lakra, barbunjat e bizelet, të cilat janë kthyer në të papërballueshme nga qytetarët. Këta të fundit shprehen se kostot janë rritur ndjeshëm, ndërsa tregjet duken thuajse bosh. Nësë problem asgjë, 2 kokra domate, problem asgjë, pensionistëm, jemi me 150.000 lek pension. Janë rritë 3 fish, 4 fish janë rritë. Ne nuk blem asgjë nga këto të shtrejtet. Ne shofim ku ka në një çmim të ullut fare, nga to ordineret. Çmimet shihe shkruaj. Ne marrim ato që mund të përballojmë, po zarzabatet nuk i njohim për këtë kohë. Ka një muaj e ca po njerë, do me thënë, këto perimet e zakonshme, jo kungulli, patollxhani, speci, domatja, do hamoris dhe makarona, ato që mund të... Ne që dhe kursejmë, do me thënë, do një 150 që pa tjetër më shumë. Ja rritur shumë. Por nëse bën një krahasim midis çmimeve të shumicës në produktet vendase dhe çmimeve në tezgët e tregjeve, në disa produkte vërehet një diferencë jo e vogël, gjë që do të thotë se nga fermeri e derisa mbërrinte konsumatori, çmimi pëson rritje të konsiderueshme. Megjithatë, çmimet ndryshojnë edhe sipas zonave. Në zonat qendrore dhe që njihen si më elitare, çmimet janë më të shtrenjta krahasuar me zonat më larg qendrës, e ndërsa çmimet në tregjet e Pakicës janë këto të pasqyruara. Në marketet e lagjeve gjithashtu reflektojnë një rritje. Jashtë kamerave, tregtarët shprehen se çmimet janë rritur ndjeshëm dhe kostot e tyre janë shtuar, ndërsa blerjet kanë rënë. Të dhënat nga Enti Regulatori i Energjisë tregojnë se niveli i humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për vitin 2025 u regjistrua në 16.96%, apo gati 1% më pak krahasuar me vitin 2024. Sipas planit të rishikuar nga Këshilli i Ministrave, viti 2025 duhet të mbyllej me një nivel humbjesh prej 18.1%, çka tregojnë një tejkalim të lehtë të planit. Niveli humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për vitin 2025 u regjistrua në 16.96%, apo gati 1% më pak se e njëjta periudhë e vitit të kaluar, kur humbjet përllogëriteshin në 17.93%. Të dhënat janë publikuar nga Enti Regulatori i Energjisë, që tregojnë tendencën rëndëse të raportuar edhe gjatë muajve të mëparshëm. Humbjet e energjisë në rrjet vijnë për 2 arsye. E para lidhet me rrjetin e amortizuar, që konsiderohen si humbje teknike e që përbëjnë dhe sasinë më të madhe të humbjeve, ndërsa për t'i reduktuar, nevojiten investime në rrjetin elektrik, ndërkohë që arsyeja e dytë përfshin humbjet jo teknike, apo thënë ndryshe vjedhjet. Për të reduktuar këtë tregues, ndërmerren kontrolle për abuzime me energjinë elektrike tek subjekte të ndryshme në vend. Sipas planit të rishikuar nga Këshilli i Ministrave, viti 2025 duhet të mbyllej me një nivel humbjesh prej 18.1%, çka tregon një tejkalim të lehtë të planit, ndërsa në vitin 2026 humbjet duhet të jenë në nivelin 17.8%. Ndërkohë, sipas programit qeverisës 2025-2029, synimi është që brenda 4 vitesh, humbjet e energjisë në shpërndarje të ulen në më pak se 12%. Sipas programit, ky rezultat do arrihet duke u bazuar në teknologjitë e reja të matjes. Humbjet e larta në rrjetin elektrik pasohen me fatura të larta për kompanitë publike të energjisë, ndaj dhe reduktimi do sillte shëndoshjen e bilancave të tyre financiare, e rrjedhimisht rritjen e investimeve, por edhe politika për uljen e çmimit të energjisë. Qeveria ka identifikuar një sër projektesh prioritare në sektorin e transportit hekurudor për periudhën 2027-2029, një pjesë të cilave klasifikohen me status të maturuar, ndërsa disa të tjera si pjesërisht të maturuar. Vlera totale e këtyre projekteve arrin në mbi 1.7 miliard euro. Qeveria ka identifikuar një sër projektesh prioritare në sektorin e transportit hekurudor për periudhën 2027-2029, një pjesë të cilave klasifikohen me status të maturuar, ndërsa disa të tjera si pjesërisht të maturuar.
Në listën e projekteve të maturuara bie në sy rehabilitimi i linjës së kurudhore Durrës-Rogozhin me një vlerë rreth 123 milionë euro, si dhe elektrifikimi i linjës Tiranë-Durrës dhe lidhja me aeroportin e Rinasit, që kap një vlerë prej 27.5 milionë euro. Po ashtu, pjesë e kësaj kategorie janë dhe investime të tjera strategjike si elektrifikimi i linjës Vorrhani-Hotit me një kosto prej 59.9 milionë euro, si dhe rehabilitimi i kësaj linje që arrin në mbi 308 milionë euro. Ndërkohë, në kategorinë e projekteve pjesërisht të maturuara, përfshihet ndërhyrje me vlerë edhe më të lartë financiare. Konkretisht, rehabilitimi i hekurudhës Rogozhin-Pogradec-Prenjas, që lidhet me kufirin me Maqedoninë e Veriut, parashikon një investim për rreth 451 milionë euro. Një tjetër projekt madhor është ndërtimi i linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë, me një vlerë të konsiderueshme prej 750 milionë euro, që synon të forcojë ndërlidhjen rajonale dhe integrimin ekonomik. Një projekt konsiderohet i maturuar kur ka përfunduar studimin e fizibilitetit ose ndodhet në fazë të avancuar teknike, ndërsa pjesërisht i maturuar kur ka nisur vetëm një pjesë e dokumentacionit teknik apo studimeve paraprake. Vlera totale e këtyre projekteve arrin në mbi 1.7 miliardë euro. Prona në 50.000 euro janë ende të disponueshme në zonat bregdetare të Shqipërisë, si Durrës, Vlorë, Shkodër dhe qytete më të vogla. Studimi i Investropa tregon se këto prona ofrojnë sipërfaqe të vogla. Sipas studimit të Investropa, pronat me çmim të përballueshëm në 50.000 euro janë ende të pranishme në tregun shqiptar, duke ofruar mundësi të shkëlqyera si për investitorët ashtu edhe për ata që kërkojnë banim të lirë ose pushime pranë detit. Këto prona gjenden kryesisht në Durrës, Vlorë, Shkodër, Berat dhe qytete më të vogla në brendësi të vendit. Sipërfaqet zakonisht variojnë nga 30 deri në maksimalisht 65 metra katror, në varësi të vendodhjes dhe gjendjes së pronës. Apartamentet e vogla si garsoniere deri tek një sit me një dhomë gjumi në qytete dytësore zakonisht shiten midis 35.000 dhe 50.000 euro që nga shtatori i vitit 2025. Në Durrës dhe Vlorë prona të tilla zakonisht kushtojnë 35.000 deri në 50.000 euro, ndërsa Shkodra ofron mundësi midis 30.000 dhe 45.000 euro. Qytetet si Berati dhe Elbasani ofrojnë alternativa edhe më të përballueshme, me çmime që fillojnë nga 20.000 deri në 40.000 euro, duke i bërë ato një zgjedhje e shkëlqyer për blerësit me buxhet më të kufizuar. Shembull konkret përfshin një gazoniere 37 metra katror në Vlorë, e cila kushton rreth 42.000 euro, si dhe apartamente të ndryshme 1+1 në Durrës me çmim afro 50.000 euro. Në përgjithësi, pronat më të vjetra dhe më larg qendrave të qyteteve ose plazheve ofrojnë çmime më të ulta, ndërsa ato të rinovuara dhe me vendodhje qendrore janë më të shtrenjta. Për ata që kërkojnë vlerën më të mirë për parat, qytetet më të vogla në brendësi të vendit si Fieri, Golemi pranë Durrësit dhe periferitë e qyteteve të mëdha ofrojnë mundësi të jashtëzakonshme të favorshme. Shtëpitë në fshat dhe pronat e veçuara shpesh mund të gjenden shumë më poshtë se 50.000 euro, edhe pse zakonisht kërkojnë rinovime më të gjera, duke i dhënë blerësve mundësinë për të krijuar shtëpinë ose investimin e tyre sipas shijeve dhe nevojave. Administrata tatimore ka vendosur në fokus sektorin e kujdesit personal, duke publikuar paga indikative për profesione si parukier, estetistë dhe instruktor personal. Ekspertët e konsiderojnë këtë një hap të nevojshëm, por theksojnë se sfida mbetet zbatimi në praktikë dhe rritja e kontrolleve në terren. Sektori i kujdesit personal, një nga më të ekspozuarit ndaj informalitetit, është vënë në qendër të vëmendjes së administratës tatimore përmes përcaktimit të pagave indikative për profesionet si parukier, estetist dhe instruktor personal, synohet të evidentohen rastet kur të ardhurat reale nuk deklarohen sipas nivelit të punës. Realisht kjo masë e re e pagës indikative, që në bazë është një pagë referencë dhe vendosur për profesionet të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe sektorin e bukurisë ose kujdesit personal këtë rast, është një masë e mirë menduar dhe një masë e nevojshme. Ajo çka ne duhet mendojmë gjithashtu është nëse realisht sektori i tatimeve dhe gjithë departamenti do ketë mundësi që ta ndjekë këtë masë hap pas hapi në zbatimin e saj. Sipas ekspertës, paga indikative nuk është një detyrim ligjor, por një instrument që përdoret nga tatimet për të vlerësuar nivelin e riskut të bizneseve, bazuar në pagat që deklarojnë për punonjësit. Paga minimale është një detyrim ligjor, ndërkohë që paga indikative është një pagë e cila përdoret nga tatimet për të parë nëse realisht një biznes kategorizohet me risk të lartë, me risk të mesëm ose me risk të ulët. Pra, nëse tatimet shikojnë që ti ke persona specialistë të punësuar, cilët marrin vetëm pagë minimale, të kategorizojnë si një biznes me risk të lartë,
dhe vinë dhe shikojnë realisht nëse këto persona i përkasin se kategorie që ti ke vendosur apo i përkasin një kategorie tjetër. Dhe kjo vendoset gjithmonë në bazë të eksperiencës së punojësit, në bazë të edukimit punojësit, të bazë të kategorisë punës. Duke parë këtë gjë, tatimet mund të marrin masa administrative, para me vendosjen e gjobës, e dyta patjetër paralajmërime, po edhe masa të tjera administrative penale të lidhura me të. Pra duhet jemi gjithmonë më të kujdesshëm tashmë si biznese dhe në sektorin e kujdesit personal ose të bukurisë të estetikës, të marrim punonjës për atë kategori pune dhe t'i paguajmë sipas kategorisë në mënyrë të saktë, jo duke i dhënë në mënyrë informale para në dorë ose para ekstra, të cilat nuk janë të deklaruara. Sipas Hasallës, mos deklarimi deri tani ka bërë që ekonomia shqiptare të jetë informale në këtë sektor dhe nuk sjell mundësinë e rritjes së pensioneve gjithashtu. Ministria e Financave ka propozuar disa ndryshime në ligjin për kontabilitetin dhe pasyrat financiare. Sipas këtij dikasteri, ndryshimet synojnë përmirësimin e cilësisë së raportimit financiar dhe parafrimin e mëtejshëm me standardet e Bashkimit Evropian. Ministria e Financave ka propozuar disa ndryshime në ligjin për kontabilitetin dhe pasyrat financiare me synim përmirësimin e cilësisë së raportimit financiar dhe parafrimin e mëtejshëm me standardet e Bashkimit Evropian. Një nga ndryshimet është formalizimi i raportimit të qëndrueshmërisë. Ky detyrim aplikohet vetëm për njësitë shumë të mëdha që të kalojnë mesatarisht 1000 punonjës dhe të ardhura neto prej 450 milion euro, duke vendosur një filtr për kompanitë që kanë ndikim të konsiderueshëm ekonomik dhe shoqëror. Andaj, kompanitë e mëdha do të duhet të raportojnë jo vetëm për performancën financiare, por edhe për ndikimet e tyre në mjedis, shoqëri e qeverisje. Projektligji vendos kufizime për kërkesat e informacionit në zinxhirin e vlerës për të mbrojtur njësitë më të vogla nga kërkesat jo proporcionale. Një tjetër ndryshim lidhet me nënshkrimin e pasyrave financiare. Aktualisht ato nënshkruhen nga përfaqësuesi ligjor i njësisë ekonomike dhe personi përgjegjës për hartimin e tyre. Sipas propozimit të ri, ky i fundit do të duhet të përgatisë edhe një deklaratë përgjegjësie, e cila do të publikohet së bashku me pasyrat financiare vjetore. Forma dhe përmbajtja e kësaj deklarate do miratohet me urdhër të ministrit përgjegjës për financat me propozim të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit. Sipas relacionit shpjegues të projektligjit për konsultim publik, synohet përmirësimi i cilësisë i raporteve financiare. Relacioni si në vëmendje se vendi ka parafruar legjislacionin e saj me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar që nga viti 2008, duke aplikuar ato edhe për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Një tjetër element i rëndësishëm është përmirësimi i rregullave për njësitë me interes publik, si dhe forcimi i standardeve të kontabilitetit. Përmes këtyre ndryshimeve, synohet rritja e krahasueshmërisë dhe saktësisë së pasyrave financiare. Projektligji parashikon gjithashtu një sër ndryshimesh teknike që synojnë lehtësimin e zbatimit të ligjit në praktik. Këto përfshin qartësimin e terminologjisë, përmirësimin e rregullave për konsolidimin e pasyrave financiare dhe reduktimin e detyrimeve të panevojshme për bizneset. Një studimi publikuar nga Visual Capitalist tregon se rreziku i investimeve ndryshon ndjeshëm mes vendeve. Shqipëria rënditet ndër vendet me rrezik relativisht të ulët në rajon me 8.9%, duke u pozicionuar e dyta pas Serbisë. Visual Capitalist ka publikuar një studim në lidhje me vendet që paraqesin rrezikun më të madh për investime. Sipas të dhënave, hendeku midis ekonomive është i konsiderueshëm. Ndërsa një numër i vogël ekonomisht të qëndrueshme kanë prime rreziku rreth 4 deri në 5%, vende që përballen me konflikte ose kolaps ekonomik mund të kalojnë edhe mbi 30%, duke treguar se sa ndjeshëm ndryshojnë perceptimet e rrezikut në tregjet globale. Sa i përket Shqipërisë, rezulton se vendi ynë renditet ndër shtetet me nivel relativisht të ulët rreziku për investime. Konkretisht, Shqipëria ka një rrezik investimi prej 8.9%, duke u pozicionuar e dyta në rajon. Serbia paraqitet si vendi me rrezikun më të ulët me 8.1%, ndërsa vendet me rrezik më të lartë investimi janë Mali Zi dhe Bosnia-Hercegovina me përkatësisht 10.1 dhe 12.6%. Ndërkohë, sipas studimit, Europa nuk është homogjene për sa i përket nivelit të rrezikut. Vendet jugore, ekonomitë të cilave u goditën rënd nga kriza e borxhit e vitit 2009, kanë prime rrezikun më të lartë. Spanja dhe Portugalia janë në nivelin e rrezikut 5.8%, Italia në 6.7%, ndërsa Greqia arrin në 7.1%.
Për të vlerësuar pramin e rrezikut të investimit, studimi analizoi vlerësimin e kreditimit të secilit vend dhe interesin shtesë që investitorët kërkojnë kur japin hua. Për vendet ku obligacionet qeveritare nuk janë të disponueshme ose nuk tregtohen në tregje financiare, vlerësimi është bazuar në ndryshimet e kthimit të aksioneve në 2 indekse të tregjeve në zhvillim. Vendet më të rrezikshme janë zakonisht ato që përjetojnë luftra, sanksione ose kolaps ekonomik. Bielorusia, Libani, Sudani dhe Venezuela kanë secila prime shumë të lartë rreziku për aksionet, rreth 30.9%. Nga ana tjetër, Kuba, Ukraina, Siria dhe Jemeni bëjnë pjesë në grupe vendesh me prime rreziku rreth 19.8%. Disa nga vendet që konsiderohen më të sigurta për investime përfshin Kanadan, Gjermaninë, Zvicrën, Singaporin, Suedin dhe Holandën, të cilat kanë prime rreziku rreth 4.2%. Investimi prirë t'i trajtojë këto ekonomi në mënyrë të ngjashme për shkak të stabilitetit të tyre ekonomik dhe financiar. SBA ka një prime pak më të lartë rreziku prej 4.5%, i cili mund të pasurojë polarizimin e fundit politik dhe paqëndrueshmërinë më të lartë të aksioneve. Bizneset shqiptare kishin 354.6 miliard lek depozita të sigurueshme në banka në fund të vitit 2025 me një rritje vjetore prej 12.7%. Pjesa dërmuese e kësaj shume është mbi kufirin aktual të mbulimit nga skema e sigurimit të depozitave. Bizneset shqiptare kishin 354.6 miliard lek depozitat sigurueshme në banka në fund të vitit 2025, por pjesa më e madhe e kësaj shume mbetet mbi kufirin e mbulimit nga skema e sigurimit të depozitave. Sipas raportit vjetor për vitin 2025 të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, depozitat e sigurueshme të tregtarëve dhe shoqërive tregtare u rritën me 12.7%. Depozitat me shuma deri në 2.5 milion lek u rritën me 10.4% dhe pesha e tyre kundrejt totalit të depozitave të sigurueshme të bizneseve ishte 10%. Ndërkohë nga ana tjetër, depozitat me shuma mbi 2.5 milion lek që kanë një peshë prej 90% u rritën me 12.9%. Në ndryshim nga situata e depozitave të sigurueshme të individëve, 90% e depozitave të tregtarëve e shoqërive tregtare janë me shuma mbi nivelin e mbulimit dhe u korespondojnë 16.905 depozituesve, të cilët përfaqësojnë 8.2% të depozituesve tregtare e shoqërive tregtare. Depozitat në lek zën një peshë prej 41.7% dhe shënuan një rritje vjetore prej 17.8%, duke dhënë ndikimin më të madh në rritjen vjetore të depozitave të sigurueshme të tregtarëve e shoqërive tregtare. Ndërkohë, depozitat në euro të shprehura në kundërvlerë në lek zën peshën më të madhe të depozitave të bizneseve prej 53.3% dhe shënuan një rritje vjetore me 11.4%. Krahasuar me individët, depozitat e sigurueshme të bizneseve janë gati 4 herë më të vogla, pra mbajnë rreth 1/4 e depozitave të sigurueshme që kanë individët. Raporti i Bankës së Shqipërisë tregon se rezerva valutore bruto e vendit arriti në 7.3 miliard euro në fund të 2025-s, ndërsa ari monetar mbetet një nga përbërësit më të veçantë të saj me një peshë prej 5.9%. Të dhënat zyrtare nga Banka e Shqipërisë të përfshira në raportin vjetor për vitin 2025 tregojnë se totali i rezervës valutore të vendit fiksohet në 7.3 miliard euro nga 6.26 miliard euro vitin e kaluar. Në këtë rezervë valutore përfshihet edhe ari monetar. Sipas raportit, në fund të dhjetorit të vitit 2025, stoku i rezervës valutore bruto përfshinte edhe rreth 116.99 ons ose 3.64 tona ar monetar. Shifrat analizuara nga Scanintel referuar Trading Economics tregojnë se Shqipëria është ndër vendet e fundit në Europë sa i përket rezervës valutore të arit. Në Europë vetëm Luksemburgu, Malta, Estonia dhe Islanda vlerësohen të kenë rezerva valutore në ar më të vogla se Shqipëria. Për Serbinë, ndërkohë rezerva në ar fiksohet në rreth 53 ton, për Maqedoninë e Veriut në 6.89 ton, ndërsa për Bosnjë Hercegovinën në rreth 3.48 ton. Referuar shifrave të vitit 2025, Shtetet e Bashkuara Amerikës mbajnë vendin e parë në nivel global me rezervat valutore në ar që fiksohen në rreth 8.133 ton. Gjermania ndërkohë është e para në Europë dhe e dyta në botë me 3.350 ton ar në arkën e Bankës Qendrore. Më pas ndjekin Italia, Franca, Rusia dhe Kina që mbyllin 6 vendet e para të listës. Ndërkohë krahasuar me popullsinë, 3.64 ton rezerva valutore përkthehen në 1.54 gram për frym. Por si ndahet rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë, pjesa më e madhe e saj ose më saktë rreth 60.3% shprehet në euro, 22.3% në dollar, ndërkohë ari monetar përbën 5.9%, SDR 3.7%, RMB 2.7%, paundi britanik 2.5%, jeni japonez 2% dhe dollari australian 0.6%. Kjo do thotë se ari nuk është elementi dominues i rezervës, por mbetet një komponent i dallueshëm i saj.
Projektligji në konsultim publik për krijimin e fondit kombëtar për artin parashikon që 10% e kursimeve të krijuara nga procedurat e prokurimit publik në nivel kombëtar të kalojë për financimin e artit dhe trashëgimisë kulturore. Një nga objektivat kryesor mbetet pasurimi i koleksioneve kombëtare, mbrojtja dhe rikthimi i veprave me vlerë, si edhe nxitja e krijimtarisë artistike. Një nismë e re në fushën e kulturës pritet të sjellë ndryshime në mënyrën se si mbështetet arti dhe trashëgimia kulturore në vend. Projektligji në konsultim publik për krijimin e fondit kombëtar për artin parashikon që 10% e kursimeve të krijuara nga procedurat e prokurimit publik në nivel kombëtar të kalojnë për financimin e artit dhe trashëgimisë kulturore. Sipas relacionit shpjegues, fondi do të ketë si qëllim kryesor mbështetjen e prodhimit artistik, ruajtjen e veprave me vlerë historike dhe kulturore, si dhe rritjen e aksesit të publikut në jetën kulturore. Ky mekanizëm nuk do të jetë vetëm financiar, por edhe zhvillimor, me ndikim afatgjat në identitetin kulturor dhe jetën e komunitetit. Projektligji i propozuar nga Këshilli i Ministrave parashikon që fondi të përdoret për blerjen e veprave të artit, artefakteve dhe objekteve me rëndësi të veçantë, të cilat më pas do të bëhen pronë publike dhe do të administrohen nga institucionet kulturore. Një nga objektivat kryesorë mbetet pasurimi i koleksioneve kombëtare, mbrojtja dhe rikthimi i veprave me vlerë, si dhe nxitja e krijimtarisë artistike. Në aspektin organizativ, fondi do të administrohet nga Ministria Përgjegjëse për Kulturën, ndërsa një komision ekspertësh do të marrë vendimet për përzgjedhjen dhe blerjen e veprave. Ky komision do të mbështetet nga një sekretariat teknik, i cili do të ndjek procedurat administrative dhe financiare, duke siguruar funksionim më efikas dhe transparent. Ndërkohë, fondi do të mbështetet nga 10% e kursimeve të realizuara nga procedurat e prokurimit publik në nivel kombëtar. Gjithashtu, ai mund të përfitojë edhe nga donacione dhe sponsorizime pa krijuar barë shtesë për buxhetin e shtetit. Projektligji parashikon edhe fleksibilitet në blerjen e veprave të artit, duke lejuar përdorimin e ankandeve kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe marrëveshjeve të drejtë për drejta, por gjithmonë në rregulla të rrepta transparence dhe kontrolli. Nga ana tjetër, për të garantuar llogaridhënie, Ministria Përgjegjëse për Kulturën do të publikojë çdo vit listën e veprave të blera dhe raportin financiar të fondit, ndërsa aktiviteti i tij do t'i nënshtrohet auditimet nga institucionet përkatëse. Kjo politikë synon të forcojë identitetin kulturor, të rrisë pjesëmarrjen e qytetarëve në aktivitete artistike dhe të përmirësojë infrastrukturën kulturore. Po kështu, projektligji synon që trashëgimia artistike të ruhet dhe të transmetohet tek brezat e ardhshëm. Mirë, do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Kalimi i anijeve në përngushticën e Hormuzit duket se po bëhet gjithnjë më shumë i ndërlikuar. Mësohet se anijet që dëshirojnë të kalojnë në rajon duhet të paguajnë shuma të konsiderueshme, të cilat mund të arrijnë deri në $2 milion në juan kinez ose në kriptovaluta. Kalimi i anijeve në përngushticën e Hormuzit duket se po bëhet gjithnjë më i ndërlikuar, ndërsa po krijohen të dhëna të reja për anijet cistern dhe anijet e mallrave që përpiqen të kalojnë nëpër një nga rrugët detare më të rëndësishme në botë. Sipas informacionit të cituar nga Bloomberg, pas miratimit të një projektligji nga Parlamenti iranian, janë vendosur kushte të reja për kalimin e sigurt të anijeve në përngushticën e Hormuzit. Të njëjtat burime raportojnë se anijet që dëshirojnë të kalojnë nëpër rajon duhet të paguajnë shuma të konsiderueshme, të cilat mund të arrijnë deri në $2 milion, qoftë në juan kinez ose në kriptovaluta. Procesi thuhet se përfshin bashkëpunimin me një kompani të lidhur me trupat e Gardës Revolucionare Islamike. Përpara tranzitit, anijet duhet të paraqesin informacion të plot duke përfshirë informacion mbi pronësinë, flamurin, ngarkesën, destinacionin dhe ekuipazhin, si dhe të dhëna nga sistemi automatik i identifikimit që regjistron historinë e lundrimit. Më pas bëhen verifikime për të përcaktuar nëse ka ndonjë lidhje me vendet që konsiderohen armiqësore nga Teherani. Pasi të përfundojë procesi, përcaktohet kostoja e tranzitit, e cila sipas Bloomberg fillon nga rreth $1 për fuqi naftë bruto për cisternat. Për një transportues shumë të madh nafte bruto, i cili mund të transportojë deri në 2 milion fuqi, kjo shumë mund të arrijë në rreth $2 milion për një kalim të vetëm nëpër ngushticë. Ngushtica e Hormuzit është një pikë kyçe për tregtinë globale të energjisë me rreth 20% të naftës botërore që kalon nëpër të. Çdo zhvillim në rajon ndikon drejt për drejt në tregjet ndërkombëtare dhe transportin detar. Teherani ka mbrojtur qëndrimin e tij ndaj organizatës ndërkombëtare detare, duke argumentuar se kufizimet kanë të
bëjnë vetëm me anijet e lidhura me vendet e konsideruara armiqësore. Në të njëjtën kohë raportohet se qindra anije ka negociuar tashmë kalimin e tyre, ndërsa një numër i konsiderueshëm mbeten në zonë duke pritur zhvillime. Kjo situatë rrit shqetësimet në lidhje me ndikimet e mundshme në zinxhirin global të furnizimit dhe tregun e energjisë. OPEC Plus mund të rrisë më tej prodhimin e naftës kur 8 anëtar të takohen të dielën. Sipas analistëve, vendimi do të kishte pak ndikim të menjëhershëm në furnizim, por do të sinjalizonte gatishmërinë për të rritur prodhimin sapo tankerat të jenë në gjendje të rifillojnë dërgesat përmes ngushticës së Hormuzit. OPEC Plus mund të rrisë më tej prodhimin e naftës kur 8 anëtarë të takohen të dielën, një veprim që do t'i poziciononte prodhuesit kryesor për të shtuar më shumë fuqi në treg. Në takimin e fundit më 1 mars, OPEC Plus ra dakord për një rritje modeste të prodhimit prej 206.000 fuqi në ditë për prillin, pasi mbajti prodhimin të qëndrueshëm në 3 mujorin e parë mes shqetësimeve për mbifurnizim, pikërisht kur lufta Shtetet e Bashkuara Izrael kundër Iranit filloi të prishte flukset e naftës nga anëtarët kryesor të lindjes së mesme. Një muaj më vonë, lufta ka çuar në ndërprerjen më të madhe të furnizimit me naftë regjistruar ndonjëherë. Prodhuesit kryesor të OPEC, Arabia Saudite, Iraku, Kuvajti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë ulur prodhimin për shkak të mbylljes së Hormuzit, që përbën mbi 20% të tranzitit të naftës. Çmimet e naftës bruto janë rritur në nivelin më të lartë 4 vjeçar prej gati $120 për fuqi. Për më tepër, prodhimi rus është ndërprer nga sulmet me dron. Takimi së dielës normalisht pritet të vendosë për kuotat e prodhimit në muajin maj, ndërsa ende nuk ka shenja për një rehapje të Hormuzit. Një burim tha se OPEC Plus mund të bjerë dakord për një rritje që do të kishte pak ndikim të menjëhershëm në furnizim, por do të sinjalizonte gatishmërinë për të rritur prodhimin sapo tankeret të jenë në gjendje të rifillojnë dërgesat përmes ngushticës. Pjesa tjetër e 8 vendeve të OPEC Plus, Rusia, Kazakistani, Algjeria dhe Omani, nuk preken nga mbyllja rrugës ujore, por kanë kapacitet të kufizuar për të rritur prodhimin. OPEC Plus ka 22 anëtar, përfshirë Iranin, por vitet e fundit vetëm 8 vendet kanë qenë të përfshira në vendimet mujore të prodhimit. Përveç takimit të 8 vendeve, një takim i veçantë i ministrave i quajtur Komiteti për Bashkët i Monitorimit Ministror është planifikuar gjithashtu për të dielën. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë rrugë eksporti që anashkalojnë ngushticën. Eksportet e naftës bruto saudite përmes që janë bu në bregdetin e detit të Kuq janë rritur në rreth 4.6 milion fuqi në ditë, afër kapacitetit, ndërsa vendi ridrejton dërgesat. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajemi këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.